Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ullandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini në mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju spari, duke ju uruar të gjithëve një ditë edhe një fundjavë të mbarë. Sot para jemi dita shtunë dhe shënon 15 nëntor për vitin 2025. Edhe një fundjavë të mbarë për gjithë me programin e mëngjesit. Edhe këtë shtunë do të qëndrojmë nga ky moment deri në orën 9. Sot patjetër do të kemi shumë kohë dhe hapësirë për të biseduar dhe komunikuar së bashku për temën e ditës, se jo vetëm që nëse do të shohim fakt zhvillimin kryesor trajtuam ditën e djeshme, por edhe dje pati zhvillime dhe nëse do të shohim edhe pasqyrën e shtypit ka të bëjë me 20 janarin edhe me faktin që sërish zoti Berisha, kryeministri i asaj kohe, refuzoi që të shkonte në SPAK, ka marrë fletëthirrje, nuk e ka marrë fletëthirrjen, SPAK thotë që i ka shkuar 2 herë, e mori roja, e kthye në zarfin mbrapsht, etj, por edhe mbi gjithë një pyetje kryesore që përtej gjithçkaje që unë përmenda dhe që ka ndodhur gjatë ditës djeshme, a keni besi se SPAK do të bëjë një tim të plot apo dhe drejtësi për 20 janarin. Dhe çështje tjera të aktualitetit që absolutisht ka ngjarje. Mirë, nisim në këtë moment në pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama, duke u ndalur në zhvillimin kryesor dhe duke parë pra gjithçka shkruhet në faqen e parë, numri i kësaj shtune për datën 15 nëntor. Dosja 20 janarit, ky është zhvillimi kryesor, jo më kot e përmenda, nuk dëshmoi fletëthirrjet për plasin Berishën me SPAK, atë që përmendëm, sepse ajo që unë thash për vërtetës nuk është se ishte një lojë fjalësh, por ishte gjithçka ka ndodhur ditën e djeshme. Hetimi, dosja 20 janarit riktheu përplasjen me skreut Partisë Demokratike Sali Berisha dhe SPAK-ut. Berisha nuk shkoi dje në prokurori, duke mohuar se ka marrë fletëthirrje, por SPAK reagoi posaçërisht, duke thënë se njoftimi i është dërguar në disa adresa që më 3 nëntor, sot jemi 15. Berisha e cilësoi këtë një gënjeshtër të prokurorisë duke akuzuar institucionin për manipulim, ndërsa SPAK qëndroi në versionin zyrtar të komunikimit formal. Në faqen 3 mund lexoni edhe më tepër qoftë reagimin e zotit Berisha, qoftë edhe të prokurorisë së posaçme. Më falni, hijet e krimit në policinë e shtetit, çfarë ekspozoi atentati mafioz në Rinas, inkriminimi zyrtarëve. Kriza e sigurisë në vend, Birn është kamban alarmi. Shumë tjerë zhvillime nga aktualiteti dhe më pas zhvendosemi në Panorama Plus, sepse jemi shtunë edhe është dhe ky suplement. Investimi, dëmi 260 milion, rruga e re, Qukës, Qafploç, degradohet për 2 muaj. Për pensionistët, pse bonus dhe jo rritje direkte, përgjigja e ministrit. Botimi, depresioni i bardhë, një udhëtim i ri në labirintin e mendimit të Leonard Vejizit. Në këto momente zhvendosemi në Panorama Plus, është suplementi i çdo të shtune me zhvillimet nga bota e showbizit shqiptar. Mirlind Daku, së shpejti baba, dyshimet për shtatzaninë e partneres. Mirlind Daku është sulmuesi i ekipit kombëtar i dashuri romantik surprizon Luanën, lidhje që po fshe personazh, kush ishin VIP-at që morën pjesë në panairin e librit. E duke mbetur tek i njëjti argument, çfarë po ndodh me Parashjevi Simakun, problemet shëndetësore dhe ato ekonomike. Opinionet e ditës janë dy pasqyruar në faqen e parë. Nga Florian Kalaja, gjyqtari Florian Kalaja, keni mundësi të lexoni Kodi i ri penal dhe barazimi i tentativës me veprën e kryer. Pra, nëse kujtojmë për kodin e ri penal, kundërshti apo debatet shumëta, po më shumë të kundërshti, gjyqtari Florian Kalaja shkruan diçka, të plotë lexoni në brendësi. Në kodin e ri penal, barazimi i tentativës, pra le të themi tentativës për ta kryer diçka me veprën e kryer. Dhe nga doktor Leonida Pepo mund të lexoni kardiologët dhe ana shkencore e konferencës së vjeshtës. Kjo është gjitha zhvillimet, gjitha materialet e gazetës Panorama në numrin e kësaj të shtunë. Zhvendosemi me gazetën Tema, është e radhës dhe kemi në këto momente në ekran. Fakt në gjithet përditshmet në Panorama, në Tema dhe në ditët do të shohim zhvillim kryesor ka të bëjë me 20 janarin edhe atë përplasje Berisha SPAK gjatë ditës djeshme. Jemi me gazetën Tema, në foton kryesor është eksaktësisht ish kryeministri Sali Berisha, në një moment në fakt duke u futur në SPAK, sepse të paktën 2 herë në muaj detyrimi për të paraqitur zoti Berisha ka, kështu që në SPAK shkon shpeshherë. Por çfarë ka ndodhur? Berisha refuzon të shkojë në SPAK,
për 20 janarin bëhet fjalë, telefoni i prishur me 21 janarin dhe loja më e vogël e një drame publike. Pra dhe njerë, Berisha refuzon të shkojë në SPAK, telefoni i prishur me 20 janarin, loja më e vogël e një drame publike. Shojmë të tjera zhvillime. Vrasja e Gilman Dodanit, të paktën 1 miliard lek. Gazetari tregon gabimet që bën ekzekutorët e Rinasit. Kam 3 vite e gjysmë që bëj luft brenda në Partinë Demokratike. Besnike e Berishës shpërthen ndaj tij më e ndershme të më thotë se e kam gabim. Me të fjalë për Adriana Karlajën. Dëshmi e rrallë e Nasip Pavlos që u arratis nga liçeni i Shkodrës në 84-ën me 4 të tjerë. Gjatë intervistës në RTV Beogradi, vllai i Miliri tha: "Edhe gjakun do e ndërroj, kurse Enver Hoxhës lexoni më tepër në faqet 10-11 sepse është hapësira ku pasqyrohet rubrika Histori dosier." A do të ketë bonus për pensionistët për festat e fundvitit? Rama shuan dilemat. Me në fakt, se të mos bëjmë sekret në një farë mënyre, ata që nuk e kanë dëgjuar ka deklaruar që patjetër që për këtë fundvit bonus do të ketë dhe kryeministri dhe ka deklaruar që do të fillojë shpërndarja që në ditët e para të muajit dhjetor. Antena brenda familjes muli shkakton viktimën e parë në PD për fletëthirrjen e SPAK. Nuk kam ende një bir politik të më vras. Rama për Veliajn ndjej keqardhje. Nga Merobazo mund të lexoni: "Nëse SPAK shkrihet, PD nuk ekziston më." Dhe nga Luan Rama është opinioni me titull "Përtej emocionit edhe si nderim për gjyqtarin e vrarë në krye të detyrës." Nga Alba Maltezi keni mundësi të lexoni opinionin, analizën dhe qëndrimin me titullin "Ata që duan të ikin gjykimit të 21 janarit". Këto ishin gjitha zhvillimet nga gazetën Tema, opinionet e ditës në pjesën tjetër të programit, do të kemi mundësi të shohim pak edhe më konkretisht patjetër. Zhvendosemi me gazetën Dita. Patjetër pra që në gjithat përditshmet, por thjesht për ta rikujtuar, jemi me numrin e kësaj shtone për datën 15 nëntor të vitit 2025. Nga Adrian Thano është zhvillim kryesor në gazetën Dita, e kemi në këto momente edhe në ekran. Letër doktorit për fletën e SPAK. Kjo është ajo që shkruan Adrian Thano, drejtori i gazetës Dita. Letër doktorit për fletën e SPAK. Zbulohet kush e ka fshehur doktor Saliut thirrjen e prokurorëve të posaçëm dhe si mund të veprojë doktori tani që enigma e madhe u zgjidh. Një cop letre përballë gjithë kësaj opulence, këtë fjalë përdor, nuk është asgjë. Letrat janë për njerëzit e zakonshëm. Ti je doktor, ti nuk pret thirrjen, ti e paralajmëron thirrjen, ti je njeriu që sipas teje ka pasur gjithmonë të drejtë. Dhe të drejtët, siç dihet, shkojnë vetë në prokurori si kalorës të dritës për të pastruar emrin e tyre. Në faqen 3 mund të lexoni gjithçka që ka të bëjë me zhvillimin kryesor në numrin e kësaj të shtune. Publikohen dëshmi dhe pamje shokuese. Vučić ndër snajperat vrasës të Sarajevës. Lutemi është edhe me pikpyetje. Rrëfimi një juristi serb implikon rënd presidentin aktual në horrorin e kodrave të Sarajevës gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë, ku paguhej për të zbavitur duke vrarë civil. Çfarë përmban hetimi italian i hapur kohët e fundit? Dokumentet Shaqir Vukaj, çfarë thon arkivat ruse lidhur me rolin e Enver Hoxhës në çështjen e Kosovës. Ish ambasadori shqiptar në Rusi replikon me një shkrim të autorit Elmas Leci dhe një letër të vitit 49, pra 1949. Në brendësi, nga Alba Maltezi mund të lexoni, ata që duan të ikin gjykimit të 20 janarit. Pra shkrimi opinioni nga Alba Maltezi vjen pasqyruar në shtypin e ditës, se pam në Tema është edhe në Dita. Pas një emisioni, gënjeshtra në televizion dhe analiza e një ushtaraku. Zhvendosemi me rubrikën e shëndetit. Njihni disa nga kurat popullore më të dobishme për sëmundjet sezonale. Mund të na lehtësojnë, por nuk zvendësojnë trajtimin mjekësor kur sëmundja është e rëndë. Për maternitetin, denoncimi i rrallë i 2 mjekëve në Berat, shifra tronditse, diabeti, 6.000 raste të reja në vit. Pra 6.000 raste të reja në vit me diabet. Ministri, pse bonus dhe jo rritje direkte për pensionistët? Si përgjigjet Malaj, Petrit Malaj, është ministri i financave, sipas tij, qeveria po ristrukturon skemën e pensioneve për të garantuar rritje në të ardhmen.
Hetimet për tunelin e Llogaras, SPAK mund të kërkojë bllokimin e pasaportës dhe pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres Balluku. Zbulohet kush është pëllumbi në mesazhet mes i shkreut arrestuar të rrugëve dhe ministres. Përgjimet dhe arnimet e kritereve kanë bindur hetuesit se tenderi rreth 200 milion euro ka qenë tërësisht i trukuar. Këto ishin zhvillimet edhe në gazetën Dita. Ecim edhe zhvendosemi në këto momente me gazetën Telegraf, sot jemi ditë shtunë. Në fakt edhe përveç gazetave të përditshme, kemi edhe gazetat javore, letrare, kulturore, Kushtrim Brezash, po ashtu. Por s'pari me gazetën Telegraf. Posta kthehet në filial të Utekredit, promovon kredit me interesa 300%. Ky është zhvillimi kryesor. Posta shqiptare ka hapur dyert për kompanitë e mikrokredis, duke bërë një filial publik i Utekredit, një prej subjekteve më të kritikuara për praktikat zhvatëse dhe interesat e larta deri në 300%. Gjithçka mund të lexoni edhe në faqen 7 ata që janë të interesuar për këtë zhvillim. Kryeministri Rama: Shqipëria në momentin e vet më të mirë fal qeverisjes. Do dëshironim të kishim opozit, po i bëjmë opozit vetvetes. Blofim me portet, Shqipëria rrezikon të mbetet pa port, shtyhet sërish ndërtimi Porto Romanos, pazaret me Anijet dhe Pashalimanin. Auditimi: oligarkët e ujit u grabisin qytetarëve në marrëveshje me ujësill sa 80 milion euro në vit nga shitjet e ujit të ambalazhuar pa cilësi. Flet profesor Shezai Rokaj. Shoqata Labria po tregon vlerat më të larta vetare në mbrojtjen e gjuhës shqipe. Kongresi i Manastirit hodhi themelet e një epoke moderne të shkrimit shqip. Mitat Frashëri, Gjergj Fishta dhe Ndre Mjeda, arkitekt të Kongresit të Manastirit. Sot më 15 nëntor 2025, ora 10, Shoqata Detare Kombëtare Labria organizon në Universitetin e Qerem Çabe në Gjirokastër takimin barkombëtar Gjuha Shqipe, identiteti ynë, ku merr pjesë edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj. Kalojmë në të tjera materiale dhe zhvillime. Mjeku në familje, për shembull, një rubrikë e përditshme, por me këshilla ndryshme patjetër. Shenjat paralajmëruese të infarktit, si duhet vepruar gjatë krizave dhe rikthimi në jetë, kolesteroli, transplanti i fijeve nervore dhe bimët që reduktojnë goditjet në tru. Historia trishte e kryebashkiakut që themeloi Tiranën moderne. Abedin Nepravishta mbaroi studimet në 1912 në Universitetin Elitar të Stambollit. Nga viti 1927-1933 ka qenë prefekt i Durrësit, Korçës dhe Vlorës. Në vitin 1933, deri në pushtimin fashist, ishte kryebashkiaku i Tiranës. Me firmën e tij u ndërtua Tirana me sheshet, bulevardet, ministritë, universitetin e të tjerë. U burgos deri në moshën 90 vjeçare. Në vitin 1945, në moshën 60 vjeçare, u dënua me 20 vjet burg në Spaç dhe 10 vite internim në fshatrat e Myzeqes. Ja historie e plot e Abedin Nepravishtës, pra ish kryetari të Bashkisë Tiranës. Dhe që do të thotë, pra gjitha këto godinat, sheshet, bulevardet, ministrit apo universitete, godina historike janë ndërtuar pak a shumë në periudhën e tij. Panairi i librit. Ja librat më të pëlqyer tek Shtëpia Botuese Bota Shqiptare dhe botimet shkencore të Universitetit Mesdhetar. Doktore Suela Kalaja trondit me 2 libra që prekin zemrën e njeriut modern dhe kryegjyshi botror Bektashian, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, sjell për lexuesit dhe besimtarët Shtrirje gjeografike e Bektashizmit, që do të thotë pra sjell librin me këtë emër. Mozaik dhe aktualitet. Bashkimi Evropian flirton me një narkoshtet. Si vërshon droga nga Sinaloa në Shqipëri. Manipulimi me pronat përfshin kadastrën dhe bashkitja skema. Profesor Zydi Dervishi. Historia rrallë e sharrës dorës në muze. Bardhyl Berberi, Korça dhe Pogradeci në kujtimet e nobelistit grek. Sport y lisheu kombëtare shkroi historinë e futbollit me Anglinë si fest. Gens Tomori, superiorja kampionati fort, skuadra të gjitha në garë. Opinionet e ditës nga Artur Metani, kreu i ILD-s, mund të lexoni, sfidat e sistemit të drejtësisë dhe roli i ILD-s. ILD-ja është Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Nga Erisa Xhixho, deputet e Partisë Lirisë, keni mundësi të lexoni SPAK me standarde të dyfishta. Pra ky është një shkrim dhe qëndrim i zonjës Erisa Xhixho. E lëm pas gazetën Telegraf në këto momente, zhvendosemi në ato që përmenda në gazetat e përjavshme, letrare, kulturore.
edhe Kushtrim Brezash, po ashtu përpara se të mbrim në Panorama Sport. Jemi me gazetën Ex Libris dhe së pari shohim zhvillimin kryesor. Gazeta Ex Libris, edhe një herë theksoj, është një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Do të kemi në ekran zhvillimin kryesor për të vjuar me të dhe me gjithçka pasqyrohet në faqen e parë. Bisedë me profesorin Wolfram Aischinger, ke mundësi që ta shohim në këto momente rrëfimtaria biografike, poetike dhe akademike. Studiosi letërsisë dhe kulturës spanjolle në Universitetin e Vienës, pra Wolfram Aischinger, ka biseduar me të Angela Lepuri, pedagoge në Universitetin e Tiranës. Në një kohë kur informacioni qarkullon me shpejtësi marramëndse dhe vëmendja jon është gjithnjë me kufizuar, duket se rrëfimtaria mbetet një nga mënyrat më njerëzore për të kuptuar botën. Zhvendosim gazetën dhe ecim në të tjera zhvillime. Shënime mbi librat, Teogonia e Hesiodit me përkthim dhe studim nga Skënder Kariqi. Një studim i shkëlqyer në fushën e letërsisë krahasimtare, pra krahasuese, nga Aleksandra Balaci, paradigmat e vetmisë në poezi nga Luan Topçiu. Eleganca e lotëve si shprehje e vuajtjes dhe shpirtit aristokrat, shënime për librin Eleganca e lotëve të Iris Halilit, por shkrimi dhe këto shënime i ka lënë, le të themi, profesor doktor Bardosh Gaçe. Nga vjen ku është Adveu Yt, dilemat e gazetares dhe shkrimtares shqiptare që jeton në Gjermani. Ky material vjen nga Lindita Arapi. Ecim më tej, patjetër duke zhvendosur gazetën, një udhëtim në botën e fotografisë shqiptare nga Vask Bruko. Për aq kohë sa qyteti nuk do ta njohë dashurinë, ai do të mbetet pa art, nga Rezart Palluqi, Fletyrje për në varr nga Arber Ahmetaj. Panairi i parë i librit shqip në New York, Albanian Book Fest 2025 për Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra do të hapet të premten më 28 nëntor. Rubrika Bibliotek, keni mundësi të lexoni në brendësi, shkrime, shënime, poezi, prozë, po ashtu. Bisedë me ftuesin e çmimit Booker 2025, David Salaj, fatkeqësisht është e vështirë që të shkruash për seksin, bisedoi Lisa Allardyce. Dhe po ashtu dy zhvillime të fundit, fuqia e padukshme e klubeve të leximit. Leximi është si kafja, apo si kafeja, ka shije tjetër kur e ndan me një mik. Dhe Shqipëria në sytë e studioses britanike Edi Duram nga Sokol Gjoka. Do ishin zhvillimet dhe thuajse gjithçka e pasqyruar në faqen e parë të gazetës Ex Libris për nonin e kësaj fundjave. Zhvendosemi në këto momente me gazetën Nacional. Edhe Gazeta Nacional është një gazetë javore, letrare dhe kulturore, e përditshme patjetër online edhe në çdo moment. Poeti i mirënjohur Anton Papleka rrëfen 80 vitet e jetës së tij. Ky është zhvillim kryesor në Nacional. Jeta e varfër në fshat, etiketimi si reaksionar në Lek Bibaj dhe përkrahja nga Todi Lubonja për të vazhduar studimet e larta për letërsi. Pra poeti i mirënjohur Anton Papleka rrëfen 80 vitet e jetës së tij. Etimologjia GG e emrit Tropoj, kuptimi dhe origjina e fjalës sipas ligjeve të kërkimit etimologjik. Toponimi Tropoj nuk ka as pak lidhje me gjuhët slave. Intervista e piktorit Sami Miloshi dhënë kryeredaktorit gazetës Dielli në SBA Sokol Paja. Sami Miloshi, unë pikturoj shpirtin tim. Kalojmë në këto momente në rubrikën e editorialeve, pra janë disa shkrime dhe qëndrime. Nga Xhelal Zejneli mund të lexoni, VMRO-ja synon dekapitacionin e faktorit politik shqiptar. Kjo fjalë është përdorur, dekapitacion. Nga Gjek Marinaj, misioni shpresës në esen raca kozmike. Nga Gzim Tushi, integrimi femërës në shoqërinë tonë, dhe nga Besnik Dizdari në rubrikën e editorialeve keni mundësi lexoni. Doktor Vasfi Samimi, themelues i madh në gazetarinë dhe sportin shqiptar. Kalojmë këto momente një tjetër zhvillim, ai që zhvillimi i këtyre ditëve, pra panajiri i librit stand-up botimeve nacional ndër më të vizituarat në panajirin e librit Tirana 2025. Letërsia mbetet një nga forcat më të qëndrueshme të kulturës kombëtare. Po ashtu, shënime për romanin Libri i udhëtarit të Izet Durakut,
Arti mbjetesa Komsia Dia, rrugë drejt shpëtimit shpirtëror. Dhe në brendësi mund të lexoni prozë, poezi, tregime nga autorë të ndryshëm. Përfundojmë edhe në gazetën Nacional, ecim më tej me pasurinë e shtypit, zhvendosemi në këto momente në gazetën Kushtrim Brezash. Gazeta Kushtrim Brezash është një botim i organizatës të veteranëve dhe pasardhësve të lanç të popullit shqiptar nder i kombit. Dhe kemi numrin e kësaj fundjave. E kemi në ekran, e shohim me detaje patjetër. Baza ilegale e shtypit për qarkun e Elbasanit dhe çlirimi i qytetit. Kujtime, atë nëntor të vitit 1944 nga Mynëver Shuderiqi. Pra edhe njëherë baza ilegale e shtypit për qarkun e Elbasanit dhe çlirimi i qytetit. Aktualitet, pasardhëset gratë OVP të Bashkisë Kolonjë në pararojë të realizimit të detyrave për vitin 2025. Histori, 81 vjetori i çlirimit të Milotit dhe të gjithë Kurbinit. Speciale nga Vjollca Hoxha, Berati, qyteti kongresit të parë të Bashkimit të Grave Antifashiste Shqiptare. Zhvendosemi në tjera materiale, mbetemi në Kushtrim Brezash. Aktualitet, përkujtohet 81 vjetori i rënies heroj të popullit Met Hasa. Kultur, luftëtarët e lirisë në penën e Nonda Bulkës si një këngë shqiponjash. Speciale, festohet me madhështi 81 vjetori i krijimit brigadës së 25 sulmuese. Histori, kontributi Durrësit në lanç pra në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Intervista flet veterani Serveta Galliu, lançi mbetet historia me ndritur e popullit shqiptar. Aktualitet në Bashkinë Peqin, bashkëpunimi frytshëm i OVP me pushtetin vendor. E lëm pas edhe Kushtrim Brezash dhe kalojmë në këto momente në Panorama Sport me zhvillimet sportive. Jo thjesht të kësaj të shtune në fakt, po gjithë fundjavës, sepse edhe për ata që nuk e din, sa i takon shtypit shkruar, gazetave që dalin në botim, të dielën, pra nesër janë bështesh një ditë pushimi, kështu që nuk dalin në botim dhe rikthehen të hënën. Prandaj, ky numër sotëm në një farë mënyrë është për fundjavën. Dhe unë tonë gjithmonë e them që ajo që shkruhet të hënën në shtypin e shkruar përmbledh zhvillimet e të shtunës dhe të dielës. Jemi me Panorama Sport, nëse shohim megjithëse pak mund të kuptohet, pra edhe në kryet gazetës Panorama Sport shkruhet e shtunë diel 15-16 nëntor 2025. Gjithsesi, vijoj me kryeartikullin Bajko, Hysaj lider, Broja duhet shpëtuar. Ish trajneri përfaqësuese se analizon fitoren me Andorrën dhe sfidën me Anglinë. Kombëtarja ja doli me loj, leadership dhe inteligjencë kolektive. Për të mbetur tek ekipi kombëtar, çfarë pritet të ndodhë nesër? Të dielën ora 18, pra orë 6, po e themi pas dite, fest pas lavdis, Shqipëria kërkon luksin me Anglinë. Triumfi në Andorra i heq presionin kombëtar e son, ku që zind synojnë historinë ndaj ishullorëve, mund të ndikojë edhe në shortin e fazës së play-offit. Të gjithë nuk duan përballjen me Kosovën, Silvinjo, anglezët favorit, ne do të tregojmë forcën tonë në fushë. Mund të përballemi edhe me Kosovën. Shqipëria do të jetë në vazën në një mes vazove 2 dhe 3 në shortin e play-offit, në të katërtën nuk mund të jetë edhe në të parën jo, edhe Kosova mund të jetë në vazot 2 dhe 3. Nëse përfundimisht të dyja do të jenë në të njëjtin vazon nuk përballen, nëse për shembull njëra do të jetë në vazon e 2 dhe tjetra në vazon e 3, patjetër që ekziston mundësia që në gjysmën finale Shqipëria të përballet me Kosovën. Sloveni-Kosovë, Foda e Muriqi luajnë vetëm për 3 pikët. Sonde në mbrëmje luhet Sloveni-Kosovë, edhe Kosova ka një ndeshje të rëndësishme shumë patjetër për të paktën për vendin e dytë. Blut, Dalipi, viti i Dinamos ka kostumin e kampionit. Verdhe, Blut, Elbasani parashikon Kreun, Blut janë testi që vullos pretendimet. Partizani, përsëritet historia, Da Silva trete tek ekipi i kuq. Tirana, 2025, dram të fundit me 27 pikë në 28 ndeshje. Vlorë, flamurtar ndërkombëtar 3 kuqëzime. Përfaqësueset Egnatia Dajsinani i hekurt në 190 minuta pa pushim në fushë. Derbi i Myzeqes, lushnja për revansh, Ribaudo beson te suksesi me Apollonin. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport dhe për të përfunduar pasurinë e shtypit për sot, do të zhvendosim dhe do të shohim mediat e rëndësishme online. Pak në ato që kemi zgjedhur ne, që mendojmë se mund të marrë zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Së pari dhe patjetër me shqiptarja.com, që është faqja jonë zyrtare në internet, e jo vetëm në këto momente, unë juftoj që
Ta lexoni, ta shfletoni, ta vizitoni online në çdo moment, sepse më besoni, informoni mbi gjithçka në kohë reale, foto, video dhe shumë çka tjetër. Zhvillimi kryesor në shqiptar.com është ky, vjen nga kolege Eliza Gjidiku, ka të bëjë me ekonominë, rritje e pagave, mjet për të frenuar emigrimin, por nën deklarimi dominon në supermarketet shqiptare. Çfarë parashikon projekt buxheti për vitin 2026? Shënim editorial, qëndrim redaksional i shqiptarja.com, Berisha fshihet për 21 janarin, po sikur t'ja dorëzoj SPAK-u fletëthirjen gjatë seancës kuvendit, duke mbetur tek i njëjti zhvillim dhe i njëjti argument. Zhvendosemi pak. 21 janari, Berisha fshihet dhe nuk shkon t'jap llogari. Loj me fletëthirjen, SPAK ka bërë me dije, e refuzoi 2 herë. Nëse nuk shkon herën e tretë, shoqërohet nga policia. Politik, zaptimi i hapësirave publike, Rama, kemi liruar 100.000 metra katror në Tiranë. Gjyqtar të korruptuar dhe ignorant u japin të drejtë bizneseve. Këto ishin zhvillimet kryesore momentalisht në shqiptar.com që keni mundësi ta lexoni pra në çdo moment, patjetër shumë thjesht edhe nga telefoni juaj, nga smartphone-i, vizitoni shqiptarja.com online. Kalojmë pak në këto momente në kohën ditore për të gjetur dhe për të marrë disa zhvillime nga rajoni, nga Kosova patjetër. Gara për kryetar të PDK-s, Hoxhaj përballë Hamzës. Shohim edhe në foto janë Enver Hoxhaj, një zyrtar i rëndësishëm në Republikën e Kosovës edhe në PDK, ministër i punëve të jashtme në fakt për një kohë të gjatë. Deputeti antar i kryesisë së PDK-s, Enver Hoxhaj, ka kundërshtuar që zgjedhja e kryetarit të ri të këtij subjekti të bëhet në fillim të periudhës, por ndoshta pra ka shpallur edhe kandidaturën, paktën ky zhvillim në kohë ditore këtë tregon Bedri Hamza, Enver Hoxhaj deri më tani. Sadiku, vetëvendosja mund të ketë rënje në zgjedhjet e reja në këtë, po kalkulon opozita. Zhduken afro 17.000 flet votimi që KQZ-ja i ka dërguar jashtë vendit. PZAP-ja refuzon kërkesën e PDK-s për rivotim në Mitrovic, 126.000 persona me sëmundjen e diabetit në Kosovë. Rama i reagon Çekut, Prishtina, gjysmë olimpike në Podujev nuk shërben për lojrat mesdhetare. Rama bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë Prishtinës, i cili pra edhe u rizgjodh, fitoi në balotazh. Nga koha ditore kalojmë pak në Corriere della Sera dhe më pas në La Repubblica për gjetur dhe për të marrë zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Zhvillimet kryesore në fakt kanë të bëjnë gjatë këtyre ditëve dhe ditën e dieshme ne pa me luftën në Ukrainë dhe me sulmet e Rusisë, por me atë se çfarë ndodh në fakt edhe vetë brenda Ukrainës. Për shembull, skenari krizë në Corriere della Sera shkruhet në foto Zelenski. Krizë dhe korrupsion. Zelenski vendoset le të themi në një kënd apo atje në cep dhe Ukraina ka frikë, nuk do të ishte rizgjedhur. Pra, çfarë ndodh me situatën brenda dhe politike në Ukrainë, krizë dhe korrupsioni dhe mes ministrave, Zelenski në një farë mënyrë është vendosur atje në një kënd dhe Ukraina ka frikë që nëse do zhvilloshin zgjedhje, Zelenski mund të mos rizgjidhej. Dhe nga ana tjetër, një lloj shpërthimi i Moskës, sulme me dron dhe raketa edhe ndaj civilëve. Ky ishte zhvillimi kryesor. Ka në fakt edhe një material tjetër, është më së shumti një analizë se përse situata në frontin Ukrainës, pra në luftën në territorin Ukrainës është kaq dramatike dhe bëhet me dije sipas kësaj analize që në një farë mënyrë Putin e ka me urgjencë në prag të ndimrit të 4 të luftës në Ukrainë. Zhvendosemi pak edhe në La Repubblica dhe përfundojmë gjithë pasqyrën e shtypit për ditën e sotme. Shohim zhvillimin kryesor, eksaktësisht ka të bëjë pra me luftën në Ukrainë edhe me disa reagime. Rusi, Ukrainë, Moska jo vetëm bomba, ka një alarm për një luftë hibride të agjentëve italianë, pra të atyre 007-ve italianë. Çfarë ka ndodhur? Sulmi, raketa dhe dron mbi civilët në Kiev, në flak shtëpi, por edhe ambasada. Pra, shohim edhe një tjetër, ka qenë një sulm i ashpër i dhunshëm. Në fakt, i Rusisë gjatë 2 ditëve të fundit,
raketa dhe dron edhe mbi civilët në Kiev dhe kanë shpërthyer në flak pas sulmeve shtëpi të ndryshme të shumta, por edhe ambasada, pra rezidencat ambasadave të akredituara në Kiev. Mirë, ishte gjithçka edhe në La Repubblika dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Por këta në studio vjoj me programin Shtypi ditës dhe ju edhe për mëngjesin e kësaj të shtunë këtu në Report Televizion dhe në këto momente do të kemë mundësi që të kujtojmë, t'ju bëjmë me dije çfarë shkruaj në Shtypin e ditës si sot, 31 vite më parë. Kemi njërë në këto momente pa humbur kohë gazetën shqiptare në numrin e të martës për datën 15 nëntor të vitit 1994. Pra, 15 nëntorin në 94 ka rastisur ditë e martë, shohim edhe zhvillimet kryesore. Mirë, do t'i kemi në këto momente me detaje, por të presim edhe pak qaste sa të jemi okej dhe që të pasqyrojmë pra edhe gazetën në ekran, jo në gazetën shqiptare, por edhe tjiret prej që kemi në arkivën tonë. Kontrabanda në Shënjestër, embargo, projektohet kontroll më i rrept doganor, masa ndaj trafikut të naftës. Ky është një nga zhvillimet kryesore shkruar nga i ndjeri Andrea Stefani në foto pra selia e qeverisë kontrabanda në Shënjestër. Seria B, një dali bollëk golash, 7 gola në Salerno, 6 në Luka dhe 4 në Veron, takim mes Piacencës dhe Cezenës. Euro 96, faqe speciale për kombëtaren gjermane, Box Foreman i kthehet sërish titullit kampion dhe Gullit Melli shkëmbimi bombi vjeshtës. Esim në tjera zhvillime, rubrika Dje në Shqipëri, shpërngulja në vështirësi shofer privat nuk paguhen, akoma Ilir Abdella Shami me rubrikën Dje në bot, SBA dridhet departamenti. Atentat në Vlorë, vritet një moshuar, djali i viktimës është akuzuar për vrasje. Falsifikonte dollar një vit burg. Në Elbasan, tuberkulozi Sulmon Lopët, infektuar dhe i qumshti, kjo është pyetja që shtroi apo që ngrihej. Protest në burg, hetimet të gjata, mbyllet greva e uris. Dhe së fundmi, në numrin e gazetës shqiptare për 15 nëntorin e vitit 1994, hapet në kryeqytet festivali teatrove dhe dorëshkrimet e Da Vinci-t tek miliarderi i informatikës. Këto ishin gjitha zhvillimet nga gazetën shqiptare, pra çfarë shkruhej në gazetën shqiptare si sot 30 vite më parë. Zhvendosim me gazetën Koha Jon dhe në foton kryesore është Edi Rama, kryeministri aktual, pra e martë 15 nëntor 1994, Koha Jon, pra në foto është Edi Rama i drejtohet Sali Berishës. Vota kundër projektit është vot proteste kundër Sali Berishës. Nuk është ende vonë për të veshur bluzën e bardhë dhe as për të kthyer tek politika e dimensioneve njerëzore. Pra jemi në 94-ën dhe kur i referohet kryeministri sotëm, Edi Rama, kur i referohet vota kundër projektit, bëhet fjalë për atë projektin e kushtetutës që nëpërmjet një referendumi nuk u miratua, pra ju tha jo në 94-ën. Edi Rama i drejtohet Sali Berishës. Për themi ndoshta kjo këtu e 30 vite më parë, kjo pas ka qenë sërish një lloj betejë politike. Megjithëse në atë kohë kryetari i Partisë Socialiste ishte Indiri Fatosnano në burg dhe PS-ja ka qenë në opozit. Sërish referendum, sa herë do Berisha që të flasë sovrani? Një aventurë e re mund të zemëroj sovranin. Servet Pullumbi ka deklaruar përsëritja e aventurës do të ishte me pasojë tepër të rrezikshme për Shqipërinë. Namik Dokle ka deklaruar në atë kohë pra në 94-ën, Berisha është i lirë ta shkel kushtetutën sa herë të dojë, por Berisha nuk është vetëm për sot. Skandal. Flasin viktimat e dhunës policore, i kanë rrahur sepse nuk kanë pranuar që të ndërojnë rezultatet favor të Partisë Demokratike në referendumin e zhvilluar në 6 nëntor të 94-s. Tiranë, 7 vjet burg për grabitjen e fëmijës, kishte rëmbyer një 13 vjeçare për ta shitur në Maqedoni. Ngjarje të frikshme në fakt që në ato vite edhe ka ndodhur dhe këtë pasqyron edhe shtypi i ditës. Këto ishin zhvillimet edhe për gazetën Koha Jon, ecim më tej në botimet politike. Do të jemi me rilindjen demokratike, botimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe më pas me
zërin e popullit. Por kemi rëdën, edhe njëherë të shojmë të bëjmë një rifreskim që të kemi me detaje në ekran. Pra zhvendosemi pak me rilindjen demokratike, mirë, do të rikthehemi edhe njëherë në fakt për të bërë një rifreskim kësaj situate dhe për të vjuar me rilindjen demokratike, ndjes po në pak sekonda sa po të shohim me detaje. Shqiptarët më 6 nëntor, pra që ishte dita që mbajtë referendumi, arritën një fitore të madhe të demokracisë të tyre, ligjëruan institucionin e referendumit. Referendumi nuk mund të shmanget. Ka qenë një konferencë shtypje presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Sali Berisha. Dhe shohim pra e gjithë faqe e parë e rilindjes demokratike me këtë intervistë të presidentit të Republikës Sali Berisha, i cili ka theksuar se megjithse ajo që kërkon e zoti Berisha për referendumin në 6 nëntor të 94 mirëtimi kushtetutës u rrëzua me votë, ai ka theksuar se shqiptarët arritën një fitore të demokracisë, ligjëruan institucionin e referendumit. Tani imagjinoni sa vite ka që nuk mbahet referendum për çështje të caktuara në vendin tonë. Zhvendosemi pak edhe në zërin e popullit, do të kemi mundësi që të shohim edhe këtë të përditshme botimin, organin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, që në atë kohë Partia Socialiste ka qenë në opozit. Partia Socialiste ka qenë dhe është që Shqipëria të bëhet me kushtetut dhe të pranohet në Këshillin e Evropës sa më shpejt të jetë e mundur. Për këtë ajo ofron konsensusin dhe ndihmesën e saj dhe propozon janë edhe 3 propozimet. Mbledhje e Komitetit Përgjithshëm Drejtues të Partisë Socialiste. Nga konferencat e shtypit, Berisha është i pakorrigjueshëm. Ai po i përgatit fundin partisë së tij. Të tjera zhvillime, situata politike pas referendumit dhe zgjidhjet që propozon Partia Socialiste për kapërcimin e krizës politike dhe konstitucionale. Fjala e zëvendës kryetarit Partisë Socialiste të Shqipërisë, zoti Servet Pllumbi. Pas fitores vjen përgjegjësia, Idajet Beqiri Puk, dita referendumit të jetë me atë të zgjedhjeve të parakoshme. Sabriu do të hajë nga të 2 krahët, bëhet fjalë për Sabri Godon, të ndjerin Godo, në të komë mos gaboj ka qenë kryetari i Partisë Republikane. Mirë ishte gjithçka edhe në zërin e popullit, edhe kjo ishte pasqyra e shtypit pra sa i takon datës 15 nëntor të vitit 1994. Nisim këto me në komunikimin së bashku, marrim mirë telefonat e parë, do të shohim edhe temën e ditës në ekran, edhe në pjesën tjetër të programit, patjetër që kemi shumë kohë në dispozicion edhe për të biseduar së bashku, sepse të shtunave në fakt edhe në shtypin e ditës në mbrinë edhe gazetat të tjera të përjavshme, prandaj unë dalëm pak. Sali Berisha dje ka refuzuar sërish që të shkojë në SPAK, të pyetet për 21 janarin. Si e komentoni, le të themi, nuk di loj e tjere, si mund të komentoni, si mund të cilësoni gjitha të që po ndodhe, mora fletirje nuk e mora, SPAK-u e kam dërguar 2 herë, nuk e kam dërguar e tjere, dhe mbi të gjitha besoni se SPAK do të bëjë drejtësi për 20 janar, një tim plot dhe temi një drejtësi të plot për nxjerrje dhe temi gjithë përgjegjësit e asaj ngjarje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Për këtë temë, për këtë çështje kësaj pyetje, pra mund të përgjigjeni dhe duke votuar në sondazh.tv. Mirëmëngjes, si urdhëroni? Përshëndetje, Ondi, përshëndetje. O, mirëmëngjes, përshëndetje, më thuaj të dëgjoj. Kam qeni përgatitur për të gjëra tjera, po kur më lexova gazetën koha e jona, po koha e bandit dhe qysh 94-shin. Të lutem, Nikol, nuk do fillojmë luftë. Jo, nuk të lë. Jo, nuk të lë, mirupafshim. Nuk do fillojmë luftën e tjere. Lutem, pak me qetësi edhe gjitha. Nëse je ende në komunikim, pak me qetësi ju dëgjoj. Më dëgjon? Më thuaj. Jeni boka televizor anti-shqiptar, Marandi. Mirë, faleminderit Nikol, faleminderit, përshëndes për telefonatën, gëzoj që je mirë, gjithë uroj shëndet dhe çdo të mirë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Po themi të tema pa Nikol, atë bunga tërkohën, po. Po mirë më lëre Nikolën, të dëgjoj, ja, nuk foli Nikola sot, më thuaj. Birja bët. Më thuaj. Tani, mos paragjitja dhe refuzimi Sali Berishës për në SPAK, kjo dihet. Kjo nuk është hera e parë që ai e bën këtë. Pse?
sepse ki ka qenë president, kryeministër diherë, dhe ki e ka brumin e di këtë drejtësi që ka gatuar dhe që ka shkatruar tërë këto vite 30 e kusur vite. Ki është ai njeriu që pruri plebat e Durrësit me 6 mujorët dhe i bëri kryetar gjykatash që vodhën dhe mbështetën në çdo fushat Sali Berishën. Sali Berisha do vej, si do vej? Do vej si qeshua i themi ne këtej. Se do vej si qeshua, sepse kanë ndryshuar gjërat. Dhe është i detyruar që për 21 janarin ai duhet t'i japi shpjegime. Qoftë apo jo i gabuar, dhe s'mund ta gjykojë që pina ata që edhe Taraçin. Patjetër. Por Andi, ma thuaj, shkurtimisht. Do të thoshja diçka kështu në konfidencë. Po. Jepë mundësi qytetarëve të shprehen më shumë se sikur të programin e telefonave sikur e keni reduktuar shumë, Do ta kemi të uroj shëndet. Të falenderoj të përshëndes për telefonatën, do ta kemi me njëherë mundësinë edhe çdo ditë kur ju mendoni se koha është reduktuar, unë e theksoj ka hapësira të veçanta në program që mund telefononi dhe me njëherë bëni pjesë e programit. Ndjekim në këto momente parashikimin e modës me shumë interes për fundjavën sot dhe nesër, një hapësirë publicitare dhe rikthehemi me njëherë për të vijuar me shtypi ditës dhe jo. Është hapësira flesht informativ, jojmë këto menda me programin Shtypi ditës dhe ju, më shkot hapësira që edhe rikthejmë në vëmendje titulësor të gazetave të kombinuar me telefonata me biseda në studio, por për momentin, për të dhënë hapësirë dhe bisedave, do të pres disa prej tyre dhe pak minuta më vonë, shumë shkurtimisht edhe një titull e gazetave. Emidita sot fakt që Emidita shtunë edhe gjithë besoj janë zgjuar pak më vonë edhe ka numër pasurinë shtypit në orën 7, por pak më vonë do ta bëjmë diçka të tillë. Presim biseda dhe telefonata për temën e ditës e jo vetëm. Edhe mbi gjitha telefononi në aplikacionin WhatsApp me atë opsionin video call, pra në 069 është numri, besoj tashmë keni mbajtur shnim gjithë 069 60 13 649. Mirëmëngjes, përshëndetje, tema e ditës thirrja e Berishës në SPAK për 21 janarin shkoi, nuk shkoi, më erdhi, më nuk më erdhi, thirrja e kam dërguar se kam dërguar. Mirëmëngjes, përshëndetje, nuk është lloj fjalësh, po kjo është ajo që ka ndodhur. Të dëgjoj me vëmendje, fundjavë të mbar. Më dëgjon. Po, patjetër. Mirëmëngjes. Patjetër. Atëre për Saliun. Saliu duhet vej atje si shta Gjirokastriti si qetë me në kënd, edhe jo nesër po sot. Dhe në qofë se ai SPAK-u nuk e rëston të vejt azër blesht kokë, sa ti ta më full brenda, të bëj do reqe dhe tiki. Sepse po tallet me këtë vend ka 35 vjetë. Po tallet ai plaku mere atje. Të lutem, pa ofendime dhe pa etiketime, për këtë doj qoftë. Të lutem, pa ofendime, pa etiketime. Jo, nëse ofendime si etiketime, po është bërë peshqesh për shqiptarët. Ai njëri është bërë peshqesh për shqiptarët, prandaj unë kërkoj me insistim SPAK-u sot, jo nesër, sot vetë apo brenda. Zotrin, nuk po tallet me çfarë tregon kjo? Domethënë, edhe nga SPAK-u, po edhe nga zoti Berisha, më erdhi s'merdhi fletëthirja, e kthyen mbrapsht, e morën rojet, e mori postjerje. E kemi çuar 2 herë këtë andi. Kjo është se ai është mësuar, jo, Andi, ai është mësuar, i ka shkuar i themi neve në Vlora, i ka shkuar gomarin urët. E kupton çfarë po themi, i ka shkuar gomarin urët. Se kisha dëgjuar në njërin këtë. Ne themi i ka shkuar fika në palë. Okej. Tani, të lutem, të pyes. Jo, gomari ka kaluar te ura dhe mësuar ai. Okej. Të pyes edhe diçka, edhe nga ana e SPAK-ut. SPAK dje dha një sqarim që thatë paktën 2 herë kemi dërguar etj.
Mirë po nga ana tjetër, zoti Berisha, për çështjen Partizani, të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji paraqitet në SPAK. Tani SPAK ka dhe aty, më jep ja dhe aty fletëthirrjen. Dhe në mos gaboj, e hëna sa i bie data të hënën, 17. Është e hëna e tretë që e të hënën do shkoj për të paraqitur për këtë të Partizanit. Jep ja dhe aty tek e fundit. Tani si e cilësoni këtë gjë edhe nga SPAK-u, edhe nga SPAK-u. Ose shkoni konferencë shtypja, ku dëgjon tani se e dërgova me poste në kuvende, në banese, he tani, si e shikon? Zyrat mund të jenë të ndryshme, ai vetë e njëra zyrë, po vetë të tjetra. Prandaj them që ai duhet ta marrë SPAK-u sot, jo nesër. Okej, mirë, faleminderit. Ja përmenda zotërisë, po për hir vërtetë zoti Berisha është paraqitur nëse shohim gjithë aspektet e çështjes për atë hënën e parë dhe tretë, dhe në mos gaboj barastis edhe hëna e ardhshme, pra e 17 nëntorit e pas 2 ditëve që të shkoj për zbatuar masën detyrimi për të paraqitur në lidhje me Partizanin. Përshëndetje. Po kjo është për 20 janari, në tjetër gjë, letim pyetje për herë të parë etj etj. Por çfarë bëjnë institucionet? Mirëmëngjesi. Andi, përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Po, të them të vërtetën, Andi, më turp, më faqezes, më kriminale, do me thonë një president, një kryeministër, një njëri që na ka thënë që ka 30 vite, bën lojra fëmish. Megjithatë, unë atij bravo i qofti, them Sali Berishës. Bravo i qofti atij se po tallet jo me drejtësinë, po tallet me gjithë Shqipërinë, turp dhe faqezes pas. Unë po të them vetëm diçka. Unë nuk jam i ri, jam i moshuar. Unë e njoh mirë armatimin e Shqipërisë si ka qenë atë kohë. Do me thonë, kur e mendoj tani e parafrytëroj armatimin e gjithë Shqipërisë, duke filluar nga lloj armesh, dhe them ku vajten të armë, ku vajten tankset, ku vajten topat, ku vajten çfarë themon ty. Dhe kush i mori këta më vëlla? Si ikën këto, si ikën. Edhe nuk mund përgjithësia kanë fut gjithë gjumin, nuk do ta di fare. Po unë po të them me diçka Andi turp, edhe ne si popull, më fali për shprehjen se nuk përfaqësoj popullin, unë flas për veten time, po fus veten time para, turp paçim edhe ne si popull. Si e mbajmë krahët e njëri, ne do të ngremi protesta, ai do varë mbrapsht Andi. Ja, të lutem. Për momentin po flas. Të lutem, jo me këtë, të ruajmë etikën dhe jo me këtë thirrje, secili mund të ketë mendimin e tij. Nuk kam thënë asgjë për para ative sa ka thënë ai. Po dakor, ne të ruajmë etikën e programit. Por politikanëve dhe atyre që janë persona publik të marrin më të mirën, jo të marrim këto thirrjet për luftë. Për ta mbyllur, por të lutem, të ruajmë etikën. Në 90 ai na kanë zgjedhur në rrugë të madhe. Okej, e ruajmë, pranoj. Okej, ndjes. Atëherë po themi diçka, 90 na kanë zgjedhur të madhe dhe i shiti armatimin komplet e ngriu. Atë e mbyllë tani dhe fabrikat e uzinave të Shqipërisë, kush i shkriu Randi si s'ma njëri përgjithësi. Si ka mësim Randi të thirrjet një gërdesnar dhe ai flej gjum. Ishte një janar i flej gjum. Çfarë themon tjetër Randi? Dakor. Faleminderit. Shumë edhe kërkoj ndjesën e tha diçka tepër, por them jam shumë i revoltuar. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, të ruajmë etikën, në fakt, mos që në mëngjes për gjithë ata që ndjekin në respekt edhe të programit mos nxisim thirrje lufte etj. Dhe okej, ju kur e teproni ndonjëherë thoni po e thoni politikanët dëgjojmë kuvende etj. Dakor, tu marrim atyre më të mirat, jo të gjitha këto thirrje dhe ato se çfarë bëjnë. Përshëndetje, mirëmëngjesi, telefononi edhe në WhatsApp që të shihemi me zë dhe me figurë. Përshëndetje. Mirëmëngjes o djalë. Mirëmëngjesi, si jeni me shëndet? Qa bëni? Se po afrohemi nga dimri kështu, jemi ftohur ndo pak, nuk di ju andej. Apo keni në një sob me drua diçka edhe jeni më mirë? Tashi, se bëjnë do të sobër këtu të jemi neve, ku bëndi apo... Jeni qytet? Po. Shumë mirë. Po? Në qytetin e Fierit, bile. Në Fier, po. Më thuaj. Dhe gjodani, sa i përket ati SPAK-ut edhe Sali Berishës, ata në berë kupton di bolës të 2 palët. Të 2 palët, dhe po pse? Të 2 palët, dhe? Po, të 2 palët. Se Sali Berisha tallet me SPAK-un. SPAK-u tallet me Sali Berishë dhe populli shkret, shikone pret, qa do bëj SPAK-u. Po qa do bëj SPAK-u, më SPAK-u pa vete 70, nuk u ka rëmur 100 orë, 100 asë njerit.
vetëm popullit fukara. A I vete ati e takni të marrë për veshje, fut ati dhe kur të kujtohet të abej si punë ati që kemi harruar një ati kur bëm boksi. Dhe harruar shqiptarin ata. Zotri. Shqiptari kështë bërë një veprim tjetër, më falë. Edhe kështë bërë atë që kështë marrë një rreske, kështë bërë atë dhe këtu. E tha ju mbej bokës aj po, kur të hedhi na I lartë atë atije. Po qa betë këshu morandi. Oke, Zotri. Jam dakord me të para. Urdo. Ka dy pyetje, dy çështje që unë dua të bëj dhe që dua ti kuptojmë, ndoshta për të nxjerrë thelbin kësaj situate. Çfarë tregon kjo? Më erdhi fletësia, nuk më erdhi, e nisa e dërgova, nuk ta dërgova, ndërkohë që edhe Spaku nga ana tjetër, fletësinë e parë kishte dërguar me datën 3 nëntor, dhe 3 nëntor eksaktësisht zoti Berisha mos gaboj ka qenë në Spak për këtë detyrimi për të parashitur. Mund t'ja jepte aty. Pse e bënte me post të kapte veshin mbrapsht e tjerë. Po I themi pak shumë popullore. E para, çfarë tregon kjo dhe çfarë ndikimi ka tek qytetarët, dhe e dyta, përveç dhe përtej kësaj. A beson se Spaku për shembull do të bëjë drejtësi dhe një tim plot për 20 janarin e 2011-s, që është një nga ngjarjet, le të themi, më të dhimbshme në periudhën pas komunizmit. Ali, dëgjom mua. Dëgjom. Po ju dëgjoj patjetër. Spaku po tallet me popullin shqiptar. Spaku po tallet me popullin shqiptar për arsye se është mundësia e madhe se Spaku ta çojë në përzyrat atë, se mirë, jam plotësisht dakord. Ai të henë vetë paraqitet atje. Po, kështu rëstis. Beja fletushkë çoj atje, firmos këtu I thuaj. Dhe atëre kuptoni, po këta janë lojna. Do në lajë që beja edhe të japë të munja. Po të mu që 20 janari do ikin ashtu si ka ikur, dhe faj më të madhe e ka Edi Rama. Faj më të madhe e ka kryetari partisë tonë, Edi Rama, që po tallet me ne dhe po mbron Sali Berishën. Të faleminderit që më dëgjove, të mira të kesh në familje. Faleminderit që përshëndes për telefonatën, marrin dhe një tjetër opinion dhe më pas do të vjojmë edhe me pasqyrën e shtypit, pra do të vjojmë atë kombinimin disa prej titujve të gazetave dhe bisedave në studio. Përshëndetje, mirë mëngjesi, por e theksova që mbi të gjitha të shtunave kemi pak më shumë kohë për biseduar së bashku. Urdhëroni. Mirë mëngjes, Rami. Mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj një fundjavë të mbarë së pari. Përshëndetje, gëzojmë ta kesh mirë familje, se unë nuk para marë pjesmon. Faleminderit. Po? Si kalojmë apo s'kalojmë më tejnë me play-offin, ne dhe zere kemi vajtu në botërorë. Po, e bëm një arritje historike, patjetër, që të paktën shkuam në play-off. Neve nduam jashtë loje Vučićin dhe sa kisha më të rëndësishme sa e të flinja gjumë dhe se siko janë ndeshjen. Bravo, qoftë. Po? Edhe I faleminderit edhe anglisë që lozi me drejtësi. Po. Na bëhet golin Aslani prap aty, se ata janë dhe Manaj edhe Aslani. Asi, qa do themi për këto tjerat nëse, unë kam qek të blokoj, le flasi kuzej. Qa do themi, këta më duke janë berë mishe sua, burre, grua, ku një unë qa... Nuk vete, thot që s'ka do s'le, po t'je mure, qa do bej Spaku? Qa do bej, ja këte thumë, qa do bej? Unë do të themi gje, edhe mbylla, shumë shkurt, nuk ka parti demokratike fare. Po nuk I ku Sali Berisha. Po në marë t'jesh mirë, ketë mirë fëmit. Faleminderit, përshëndes, faleminderit e vlerësoj. Edhe unë juroj shëndetet gjithë mira ju edhe familjes tuaj. Vjojmë në këto moment edhe me shtypin e ditës, por telefononin çdo moment, bëni pjesë e programit po ashtu. Edhe njerë për ata që nuk janë njohur me pasqyrë shtypit. Sot jemi ditë shtunë, data shtunë 15 nëntor për vitin 2025. Shumë gazetën Panorama, me disa prej zhvillimeve do t'jemi, për efekt kohe nuk mund bëjmë dot me dje gjithçka që pasqyrohet në faqen e parë. Dosja e 20 janarit nuk dëshmoi fletëthirrjet për plasin Berishën me Spak. Hetimi, dosja e 20 janarit riktheu për plasjen me skreut PD Sali Berisha dhe Spakut. Berisha nuk shkoi dje në prokurori, duke mohuar se ka marrë fletëthirrje.
por SPAK reagoi duke thënë se njoftimi i është dërguar në disa adresa që më 3 nëntor. Hijet e krimit në policinë e shtetit, çfarë ekspozoi atentati mafioz në Rinas dhe inkriminimi i zyrtarëve. Kriza e sigurisë në vend, Birn është kamban alarmi. Investimi, dëmi 260 milion rrugë e re, Qukës, Qaf Ploç, degradohet për 2 muaj. Për pensionistët, pse bonus dhe joritje direkte, përgjigja e ministrit. Suplementi Panorama Plus, Mirlin Daku së shpejti baba dyshimet për 7 zanin e partnere, si dashuri romantik surprizon Luanën, lidhje që po e fshe. Personazh, kush ishin vipat që morën pjesë në panairin e librit që vjen edhe sot dhe mbyllet nesër. Opinionet e ditës do të shohim në këto momente, të shtunave i kemi në faqet 22-23. Nga doktor Leonida Pepo, kardiolog, keni mundësi të lexoni. Kardiologët shqiptarë mbledhen në konferencën e vjeshtës. Kisha kënaqësinë të ndaja pranin time në këtë konferencë me miqtë e mi të kahershëm, Gëzim Hakrama dhe doktor Matjan Kapaj. Ishte një aktivitet i frytshëm, i pasur në përmbajtje dhe me vlerë të madhe për zhvillimin profesional të kardiologëve shqiptarë. Shpresojmë për një të ardhme më të mirë me bashkëpunim të vazhdueshëm, dijet përbashkëta dhe përparim të qëndrueshëm në fushën e shëndetësisë. Dhe nga Florian Kalaja është një shkrim relativisht i gjatë, vini pasur në faqet 22 dhe 23. Florian Kalaja është gjyqtar pranë gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dilema mbi kodin e ri penal 5, barazimi i tentativës me veprën e kryer. Me keqardhje konstatoi se në mes dekadën e 3 të shekullit të 21, Shqipëria po përpiqet të bëjë ligjin penal më të ashpër që ka ekzistuar në rregullimin e përgjegjësisë penale për tentativën përgjatë gjithë historisë 113 vjeçare të shtetit shqiptar. Të plotë e lexoni në fakt një z për kodin e ri penal, që po diskutohet shumë, e lexoni faqet 22 dhe 23. Pra barazimi i tentativës me veprën e kryer. Interesant si argument. E lëm pas gazetën Panorama, esim zhvendosemi me gazetën Tema në këto mende. Kur them interesant si argumenta, po çështje le të themi është dhe një qëndrim personale. Zhvendosim me gazetën Tema, Berisha refuzon të shkojë në SPAK, telefoni i prishur me 21 janarin. Loja më vogël e një drame publike. Vrasja Gilman Dodani, të paktën 1 miliard lekë, gazetari zbulon gabimet që bën ekzekutorët e Rinasit. Kam 3 vite e gjysmë që bëj luftë brenda NPD. Besnike Berishës, Adriana Kalaja shpërthen ndaj tij me ndershme të më thotë se e kam gabim. A do të ketë bonus për pensionistët, profesorët e fundvitit? Rama shuan dilemat. Nuk ka mende një bir politik të më vrasë, Rama për Veliejn ndjej keqardhje. Opinionet e ditës i shohim në këto momente dhe lexojmë pasazhin që bëhet me dijen faqen e parë. Mero Bazë shkruan: nëse SPAK shkrihet, PD nuk ekziston më. Nesër lajmi i ditës do të jetë arsyeja pse Sali Berisha nuk e ka pranuar ftesën e SPAK pasi ka lexuar shkresën. Ai ka vërejtur se prokurori i çështjes ka shkruar se Sali Berisha ka lindur në Tiranë dhe jo në Viçidol, por më tepër e lexoni në brendësi. Nga Luan Rama mund të lexoni: përtej emocionit, edhe si nderim për gjyqtarin e vrarë në krye detyrës. Përmes fotografisë, jo thjesht si një formarti që ka statistikën e vet, strukturën kompozicionale dhe teknikën, po aq komplekse sa edhe vet piktura. Dhe nga Alba Maltezi mund të lexoni: ata që duan të ikin gjykimit të 21 janarit, është për të u habitur se si disa shqiptarë vazhdojnë të bëjnë akrobatët, duke dhënë spektakël në sy të gjithëve, se si e sfidojnë drejtsinë e re. Nuk është as një, as dy, por janë një grup i tërë politikanësh që në mënyrë më qesharake refuzojnë fletëthirrjet. Mirëmëngjes, përshëndetje, lëm pas gazetën Tema dhe kemi një zotrim në studio nëpërmjet komunikimit online. Mirëmëngjes dhe fundjavë të mbarë. Ju dëgjoj, më thuaj. Për atë temën e ditës. Po. Paraqitjen e Sali Berishës, kriminalet nuk paraqiten asnjëherë në gjykatë. Po? Asnjëherë hajdutja dhe kriminali nuk paraqiten në janë prokurori. Prandaj, ande. Vjoj, t'ju dëgjoj.
Në dëgjon. Patjetër, vjen të dëgjoj, po. Kush është kriminal, nuk paraqitet se është. Edhe gjykata po dalin si ata plebave të Durrësit. Po? Aja kupton ajo. Çfarë mendon se do ndodhë Edhe shpagut. Po pra, kjo është pyetje. Çfarë mendon se do të bëj apo do të nxjerr diçka të re Spaku me hetimet për 21 janarin që i ka marrë tashmë prokuroria posaçme? Për 21 janarin mu mendimi im personal është ky, që Sali Berisha duhet ishte fut burg me datë 22. Okej, mirë. Faleminderit për telefonatën edhe bisedën. I rikthehemi shtypit të ditës me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor vjen nga Adrian Thano, letër doktorit për fletën e SPAK. Pozicionoj më së miri edhe gazetën. Pra letër doktorit për fletën e SPAK. Zbulohet kush e ka fshehur doktor Saliut thirrjen e prokurorëve të posaçëm dhe si mund të veprojë doktori tani që enigma e madhe u zgjidh. Një cop letre përballë gjithë kësaj opulencë nuk është asgjë. Letrat janë për njerëzit e zakonshëm. Ti je doktor, ti nuk pret thirrjen, ti e paralajmëron thirrjen, ti je njeriu që sipas teje ka pasur gjithmonë të drejtë. Dhe të drejtët, siç dihet, shkojnë vetë në prokurori si kalorës të dritës për të pastruar emrin e tyre. Hetimet për tunelin e Llogaras, SPAK mund të kërkojë bllokimin e pasaportës dhe pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres Balluku. Ministri pse bonus dhe jo rritje direkte për pensionistët si përgjigjet ministri financave. Rubrika e shëndetit, njihni disa nga kurat popullore më të dobishme për sëmundjet sezonale, shkruhet ndër të tjera në gazetën Dita. Publikohen dëshmi dhe pamje shokuese, Vučić ndër snajperat vrasës të Sarajevës. Rrëfimi i një juristi serb implikon rënd presidentin aktual në horrorin e kodrave të Sarajevës gjatë luftës në Bosnjë Hercegovinë. Mirë, e lëm pas edhe gazetën Dita, zhvendosemi në gazetën Telegraf në këto momente. Posta kthehet në filial të Jute Kredit, promovon kredit me interesa 300%, faqen 7, lexoni të gjitha detajet. Kryeministri Rama, Shqipëria në momentin e vet më të mirë falë qeverisjes, do dëshironim të kishim opozit, po i bëjmë opozit vetes. Blofi me portet, Shqipëria rrezikon të mbetet pa port, shtyhet sërish ndërtimi Porto Romanos, pazaret me anijet dhe Pashalimanin. Auditimi, oligarkët e ujit u grabisin qytetarëve në marrëveshje me ujësjellsat, 80 milionë euro në vit nga shitjet e ujit ambalazhuar pa cilësi. Shohim rubrikën histori dosier, historia trishte e kryebashkiakut që themeloi Tiranën moderne, bëhet fjalë për Abedin Nepravishten, i cili në vitin 1933 deri në pushtimin fashist ishte kryebashkiaku i Tiranës. Detaje nga panajiri i librit i gjeni në gazetën Telegraf, opinionet e ditës janë këto. Nga Artur Metali, kreu i ILD-s mund lexoni. Sfidat e sistemit të drejtësisë dhe roli i ILD-s. Nga Irisa Xhixho, deputet e Partisë së Lirisë, SPAK me standarde të dyfishta. Zhvendosemi në Panorama Sport dhe më pas do të jemi edhe në shqiptare.com. Në shqiptare.com do të marrim më njëherë për pak sekonda në fakt edhe lajmet e minutës së fundit duke shfletuar shqiptare.com, pra online, faqet e zyrtare në internet. Bajko, Hysaj, lider, Broja duhet shpëtuar. Kombëtarja doli me loj leadership dhe inteligjencë kolektive. Ishte trajneri përfaqësuese se analizon fitoren me Andorrën dhe sfidën me Anglinë. Sot Sloveni, Kosovë, Fodo dhe Muriqi luajnë vetëm për 3 pikat, atëherë çfarë ndodh nesër me kualifikueset? Të dielën ora 18 fest pas lavdis, Shqipëria kërkon luksin me Anglinë. Nesër luhet Shqipëria-Angli për fushatën kualifikuese, ndeshja e fundit, ndeshja mbyllëse. Në këto momente zhvendosemi në shqiptarja.com për të parë edhe lajmin e minutës së fundit. E kemi shumë të thjeshtë edhe për të parë në fakt se çfarë ka ndodhur, edhe me pamje mund ta ilustrojmë, por shohim edhe shkrimin në ekran.
Atentati në Rinas ndëron jetë pas disa ditësh në spital. Muçi Shaljani, agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, pra miku i Gilmando Danit. Ishte personi që ishte në automjet me Gilmando Danin, ai mori 2 plumba në kokë dhe 8 në trup, ka qenë në intubim gjatë gjithë këtyre ditëve. Çdo ditë në fakt që ne kemi marrë informacione, gjendja shëndetësore është paraqitur e rëndë dhe ka ndruar jetë pra Muçi Shaljani, agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore që ishte në drejtimin e automjetit tip Mercedes-Benz luksoz, siç e shohim në këto momente, pra të martën kur u bë atentat edhe u vraj dhe Gilmando Dani, krau i djathti Emiliano Shullazit. Pra gjitha plagëve që ka marrë, nuk ka mundur dot që të bëj ballë dhe pas disa ditësh pra edhe Muçi Shaljani ka ndëruar jetë. Ka qenë në intubim, në gjendje të rëndë, të paktën le të themi në pjesën e trupit e kanë prekur 8 plumba nga ajo breshëria e Kalashnikovit, pra e automatikut tek rreth rrotullimi i Rinasit në datën 11 nëntor të martën, 2 prej tyre në fakt edhe në kokë, pra në pjesën e kokës, dhe rëndohet bilanci i asaj ngjarje. Të 2 personat që ishin në automjet kanë ndëruar jetë. Në vend Gilmando Dani, që ndoshta ka qenë edhe shënjestra kryesore e atij atentati, por ka humbur jetën pra edhe ka ndëruar jetë edhe Muçi Shaljani pas 4 ditësh në spital, ka qenë në intubim. Muçi Shaljani, agent i AMP-s, Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, ka qenë shofer i Gilmando Danit, për ishte ai në drejtimin e automjetit. Ka ndëruar jetë edhe Muçi Shaljani Sheqeri, ndërsa Gilmando Dani ndroi jetë menjëherë pra në vendin e ngjarjes. Edhe siç e kemi përcjell edhe në hapësirën e fleshit informativ po ashtu që gjatë ditës së djeshme në nikël të fushkrues ose më saktë në fshatin Zall është gjetur një arsenal armësh dhe nga ku mendohet dhe dyshohet që atje janë marrë armët për atentatin e regjistruar tek në afërsitë e Rinasit, pra tek rreth rrotullimi i Rinasit, dhe që nga jo banes në pronësi të ylli Zallës të shpallur në kërkim, mendohet që të ketë dalë edhe automjeti pra i autorëve të kësaj ngjarje. Hedimet vijojnë edhe me Spanjën me letër porosi, sepse Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani ishin në Spanjë, Barcelonë, pra dhe sapo kishin mbritur rreth 30 minuta më parë në Rinas, pra kur ju bë atentat. Këto janë edhe njëherë pamjet, por me detaj gjithçka ka ndodhur në fakt dhe si po vijojnë hetimet, keni mundësi të lexoni në shqiptarja.com, faqja zyrtare në internet. Dhe në shqiptarja.com, përveç këtij lajmi të minutës fundit, kemi mundësi që të rikthehemi në studio edhe të shohim edhe disa zhvillime të tjera po ashtu. Pra ky është lajmi i minutës fundit që ka ndëruar jetë pas disa ditësh spitale dhe Muçi Shaljani, agenti i AMP-s, pra Agjencisë Mbikëqyrjes Policore dhe miku i Gilmando Danit që ishte në drejtim të automjetit. Tjera zhvillime i kemi në këto momente. Editorial Shënim, Berisha fshihet për 20 janarin, po sikur t'ia dorëzoi Spaku fletëthirjen gjatë seancës së kuvendit, keni mundësi ta lexoni duke vizituar edhe në brendësi politik. Marrëveshja për emigrantët, Rama për gazetarin italian shumë njohur Bruno Vespa ka deklaruar deri në qershor do të ketë një përgjigje për zhbllokimin e procesit. E në foto kemi mundësi ta zmadhojmë që ta shohim në ekran me detaje, ata që na ndjekin janë Bruno Vespa dhe Edi Rama, një intervistë për që ka dhënë kryeministri gjatë vizitës në Itali për mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive. Dhe nga kronika, shpërthim me lëndë plasëse në një restorant në Kamos, autori maskuar është larguar me vrap në këmbë. 2 kunetrit pronar të këtij restoranti kanë deklaruar që nuk kemi konflikte me njëri. Ky është edhe një zhvillim i minutave të fundit në fakt që po e shohim me detaje. Sasia që ka plasur ka qenë e vogël, pra lëndës plasëse, ndoshta tritol eksploziv, pasi janë thyer disa xhamat fasadës në kamerat e restorantit, duke autori që afrohet dhe lë lëndën plasës e i maskuar e më pas largohet me vrap. Këto janë zhvillimet kryesore, në shqiptar.com mund lexoni gjithçka, unë o bërë me dije, kemi mundësimre nëpërmjet iPadit apo po themi teknologjisë që në çdo moment shohim gjithçka me detaje dhe ta lexojmë, po ashtu e ta shohim në ekran. Jemi në studio, vjojmë me programin Shtypi ditës dhe ju, me njërë vjojmë me komunikimin së bashku, kemi minuta në dispozitiv.
dispozicion, i shfrytëzojmë për të biseduar duke parë edhe temën e ditës, por duke komentuar gjithçka që keni dëshirë edhe për te temës e ditës. Urdhëroni, mirëmëngjesi, përshëndetje, bëni pjesë e programit, më mirë do të ishte me zë dhe me figurë, pra me të opsionin video call, por absolutisht si të dëshironi. Pra Berisha ka refuzuar edhe ditën e djeshme, pra edhe sërish të shkojë në SPAK, një pyetje kryesore që në gjithë këtë histori mbetet, a besoni se SPAK do të bëjë një tim plot dhe të bëjë drejtësi të plot për 21 janarin dhe çfarë tregon sipas jush kjo e mora fletire, nuk e mora, ja dërgova, nuk ja dërgova etj etj. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, uleni pak zërin e televizorit edhe unë ju dëgjoj mjaft mirë, mund të flisni, po ju lutem uleni pak zërin e televizorit. Të lutem. Po ju dëgjoj mjaft mirë, po e keni ngritur shumë zërin e televizorit. Vjen pak sekonda me vonesë aty tek ju edhe kështu vetëm ngatroni. Dakor. Më thuaj atëherë. Po, jemi në rregull, më thuaj. Ajo. Ju dëgjoj zotri. Adi. Po, ju dëgjoj. Mund të flisni, ju dëgjoj, ju lutem. Jo. Po. Do thosha një fjalë pa të punë sa i bëj me Më thuaj. Ta se ndaj një fjallë. Kisha dhe një fjallë. Ma thuaj. Ta i bëjshë nuk e di mirë se nuk kalohet koha duke përshurë. Ja, të lutem, okej, faleminderit, po jo me këtë fjallor në respekt edhe të vetës. Okej, e dëgjova. Ka dhe e thosja. Dakor. Tani jemi në televizion, jemi në ekran, u mundova shumë të merja mendimin tuaj, por që e prishet pak etikën. Si thelb çështja unë e kuptova ku doni dilin, po jemi në ekran, të lutem, tregojmë më të kujdesshëm. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, Andi, mirëmëngjes. Moni, mirëmëngjes, përshëndetje. Ne gëzohem që jeni mirë ma mërmenja, apo jo, me fitoren e Shqipërisë. Në përgjithësi, shiko, ne shqiptarët kemi diçka që për ta përmbledhur themi në përgjithësi mirë. Kështu që edhe unë këtë do them, në përgjithësi mirë. Po fitoria e Shqipërisë patjetër, arritje historike, u gëzuam, besoj edhe ti se je një tifoz. Po. E kam pa vetëm, Andi, e kam pa ndeshën vetëm, më thanë shokët, hajde, se kisha emocion, kisha diçka një frikë. Mirë, ekziston e frika gjithmonë. Po ja dolëm. Pas vetëm me qetësi, edhe shqyqy që i bom i gol pak të tani shofi se si do bi. Andi, kam një pyetje, se ti mesh edhe me sportin, kam digju që ke këtire dhe ato Alit Gegen, ato sportistët e vjetër, ke shumë kontakte. Me qa grupi futimi dhe tani? Si në play-off? Si në bazo. Okej, ja ta them unë. Po, si shte nevojshme nga përmëndja ata të vjetrit, po qënë si ka. Atere, të ta shpjegoj, Moni, ne jemi në play-offin e kampionatit botëror. Unë shpjegoj mënyrën se si funksionon play-offi, por jo çdo gjë është e përcaktuar sot, sepse varet nga rezultatet që do marrë Shqipëria me Anglinë dhe nga rezultatet që do marrin dhe këto vendet e dyta të tjera, kush do rastisi në vend të dytë. Atere, kush bën pjesë në play-offin e botërorit, atje ku Shqipëria shkoi dhe që ka një mundësi gjitha skuadrat për që në kampionatin botëror. Bëjmë pjesë 12 vendet e dyta të grupeve të zonës europiane të kualifikueseve dhe 4 më të mirat e Ligës së Kombeve, Nations League. Këto 16 ekipe do luftojnë për 4 vende në botëror. Do kemi 2 ndeshje, një gjysmë finale dhe një finale. Pra Shqipëria Mondi do ketë vetëm 2 ndeshje për të shkuar në botëror. Një gjysmë finale, ndaj një kundërshtari dhe finalja ndaj një kundërshtari tjetër. Tani, këto 16 skuadra ndajnë në 4 vazo. Ne, momentalisht jemi, 16 skuadra ndajnë në 4 vazo me nga 4 ekipe. Dhe aty hidhet shorti. Ne, momentalisht jemi në vazon e dytë. Por mund të zbresim dhe në, momentalisht jemi në të dytën, por mund të zbresim dhe në të tretën. Por këtu do jemi, o tek e dyta, o tek e treta. Tani, çfarë ndodh nëse jemi zyrtarisht tek e dyta? Këtë ndeshjen gjysmë finale e luajmë në shtëpi, e luajmë këtu në Albania. Nëse jemi tek e treta, këtë ndeshjen e parë, gjysmë finale, e luajmë në transfert. Dhe nëse fitojmë gjysmë finale, në qoftë edhe me penalti, shkojmë tek finalja. Shorti hidhet të njëjtën e ardhshme në 20 nëntor, në orën 1 në drekë, në orën 13 në Nyon të Zvicës. Kështu jemi deri tani, por dhe mund të ndryshojë. Okej, Andi, faleminderit për informacionin.
do të them edhe një diçka shumë shkurtër. Ma thuaj. Unë e ndjek juve vazhdimisht, kam ndjek edhe emisionet tjera shqiptare, nuk jo vetëm report televizor. Po, dakord, po. Po, një gazetar, nuk du me azër në emrin, një gazetar në Itali, në bisedën e dy qeverive, nuk më pëlqeu për një pyetje që i boni aty, për atë aksidentin e... Gazetar shqiptar kë? Gazetar shqiptar, i për drejton edhe emisionet në Shqipëri. Unë e mora me mënd, ndoshta për kë e keni, po qënë si ka emri tani se... Unë nuk po be emër, Okej, po për çfarë aksidenti? Për çfarë aksidenti? Për aksidentin me shqiptarët me Anien, që ndodhi në 97 nga ndodha, pa 95 nuk e di, me atë të Florës. Po, Anien, okej. Me Otranto besoj e tjere, okej. Po. Unë nuk them se ai su ka desh më bëje kjo pyetje, po çdo pyetje që bëhet duhet të veni dhe koha e duar. Jo, unë e mendova që ai ka bërë një gabim, nuk e di pse e boni atë gjë. Dakor, shiko. Moni, me që jemi në bisedë me çdo lektu dhe për ta mbyllur. Tani ne bëjmë këtë punë. Puna ime e përditshme është dhe publike. Më dëgjon ti e të tjerët dhe në lidhje me atë që unë bëj, unë them, ti më pëlqen, dikush më pëlqen, ti thua këtë e the mirë, këtë e the gabim, ka gjykime nga më ndryshme, ti ke të drejtë të mendosh atë që mendon, por që asnjëri nuk është asnjëherë perfekt, edhe kjo është puna jone e përditshme, që është në ekran, edhe publike. Të përshëndes në punje, për ta mbyllur këtu. Po, ta mbyllur. Unë e thash te që jetoj jashtë. Unë kam qef që Shqipëria të futet në Europë. Pa këtë arsye bona, që ka momente që duhet mes me fol. Në punje, puna si po të shkon, se je në timon. Puna mirë, ja, më ka thirë përse me jam prish një sistem grofje, është puna ime dytë private, me fjali lajmënu me letra, jo shu, edhe mirë është puna, mirë. Shumë mirë. Po më një, sa është çmimi i naftës andej më në Gjermani? 1,57. 1,57 euro, Po lëviz. Ne moni kemi fatkesin se ka një 6-7 muaj që nuk lëviz fare. E lën aty edhe... Hiq, tregtia e lirë këshu është lëviz, rritet çmimi. Ore edhe le ta arrisin, po të kuptojmë që ndryshon njërë 6 muaj çmimi. Ka një 6-7 muaj, hiq, i njëjtë. Andi, këtu s'duhet të shkosh në karburant mjes 1 edhe mazdite 2. Po pse? Rritet, nga dreka. Nga dreka, po to janë të zjutë, se në drek ne jena në punë, ku vjetë e mua. Ndarë ka bishtin prapë, faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën. Mirë pa që i zonë deres të herën tjetër, gjithë e kalofshin një javë mirë. Mirë të gjofshin fundi javë të mbarët për ju, po zjatën pak me zotrin, por nga telefonon, nga ndjek, e ka me dëshirë, jeton në Gjermani prej vitesh, edhe do t'interesohet, edhe që ndodhë në atë dhe. Mirë mëngjes, përshëndetje. Jemi kohën për tjera biseda pa tjetër. Urdhëroni, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Me 1,57 që ishte nafta në Gjermani, do të thotë që sërish është me ullët, se që është çmimi këtu në Shqipëri. Urdhëroni, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Ju gjë me kënaqësi? Unë desha të flas në dy aspekte. Politik. Po, në dy aspekte, në aspektin politik dhe të sportiv. Pa tjetër. Për sportje për kombëtaren. Pa tjetër. Si mas menimit tim, Dallku dhe Broja e kanë mbyll kapitullin e kombëtaren. Dallku ka qenë, ky e ka Daku. Daku e kanë mbyllur. Daku po shkëlqete në Rusi derisa bëjnë një lidhje. Kontratë. Gjithashtu edhe Broja. Janë një lidhje martësore, i kushtuar më tepër dhe mbenjë seksit se sa kombëtarët. Janë në pikjat. Po mirë më se jetë private ka secili do fejo do martohet në një farë mënyrë, po se futbollistët nuk do rinë... Do fejo do martohet, po kanë harru qefshin e madhe kombëtarën. Okej, ju kuptova. Edhe janë në pikjat të dy, vjen keq për Brojën, ishte nivele shumë të larta dhe ka përfunduar shumë keq. E kuptoj. E vërtet, po ka pësuar dhe një dëmtim shumë të rënd në fakt. Broja ka pësuar dhe një dëmtim shumë të rënd që është ngërç.
Po, kam edhe dyshimet e mia personale që mund t'i kenë bërë diçka. Duhet të bëj një kontroll mjekësor të hollësishëm. Ç'mund t'i kenë bërë mos e po na shkon larg. Ç'mund t'i kenë bërë brojës? Kemi lobime nga më ndryshme, s'është as i pari as i fundit, pra të bëjë një vizitë mjekësore të hollësishme se nuk mund të përfundoj një yll si ishte Armando Broja në këtë nivele. Shumë cilësi. Absolute. Shumë cilësi ka pasur. Një vizitë mjekësore e hollësishme. Shumë cilësi. Ka pasur dhe i ka, por që... Po, aspekti politik për ta mbyllur? Ne, nga çështja të aspekt politik, tani sepse shkon Sali Berisha në SPAK. Unë kam rezervat e mia për 21 janari, se 2 herë në muaj ai shkon në SPAK për këtë partizanin. Unë mendoj se në këtë rast nuk po gënjen SPAK, po gënjen Sali Berisha, që tjera i ka shkuar. Por se s'më parmën ta marri, ai s'ka pu ta marri, se si ka shkuar. Shiko, ndoshta të hënën, pas nesër, ka të detyrimin për të paraqitur për partizanin. Nëse SPAK-u nuk shkon dhe t'ja japi atje së fundi, do të thotë që dhe SPAK-u po bën një lojë, apo ndiqen procedurat. Tani nuk i dim me çdo detaje këto procedura me fetire të tjerë. Po e ke aty mo tek e fundit në farmyre. SPAK-u ka dhe një variant tjetër. Po? Ka variantin e parlamentit. Mund shkojnë në publike, në seancë plenare t'ja dorëzojnë dorë atje. Okej. Dorë, në dorë. Okej. Ta shohin gjithë shqiptarët. Mirë, faleminderit. Ju thoni ka dhe variantin që t'ja japi t'ja dorëzoj në kuvend, seancë plenare, po. E fundit fare, të lutem, se kishit dhe diçka dhe nuk dua. Okej, ra dhe linja. Mirë, faleminderit. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. E fundit fare, të lutem, se kishit dhe diçka. Ja, uleni pak zërin. Mirëmëngjes, zonjë, lutem, uleni pak zërin televizorit. Më vjen mirë se do të thotë që na ndjek me vëmendje, po e pas ka ngritur në qiell. Tashmë që jemi në bisedë uleni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po jemi me shumë vonesë. Më thuaj. Mirëmëngjes, po jemi me shumë vonesë. Më thuaj. Si, ai mirë, kam respekt shumë kam shumë respekt për juve, por e kam ullur. Asnjë gjë nuk e ullur, unë nuk po flas e zura gojën se s'dua të vonohemi dhe të ndërpres situatën. Të lutem, ule zërin deri në fund dhe komunikojmë vetëm përmjet telefonit, nëse më dëgjuat. Se ndryshe... Po, më thuaj. Të them për Berishën, për atë paraqitjen për 21 janarin, ajo është mirë thanë edhe zotërinj për para, që është talje me popullin. Talje me popullin, me drejtsin, me njëti, drejtsia po luan me neve. Po luan me neve. Por aman, edhe ato ofendimet që bëjnë njerëzit në për atë, ore, kanë edhe shumë të drejtë që ofendojnë e bëjnë e njën e tjetër, por aman, duhet edhe të përmbahen. Po, ju kuptoj. Se u atot shpirti zemra që ofendojnë, nga e keqa ofendojnë, se e do dhe puna. Ju kuptoj. Se nuk po veprojnë të aman. Nuk po bëhet puna tamam. Merret një me 5 gram drog atje. Me një gjë më të vogël. Edhe nuk merret Berisha. Po jo, këto janë pa drejtësira kundra popullit. Këto nuk janë gjëra të mira. Ju lutem drejtësisë të veproj tamam, se prandaj kemi vënë në krye të vendit. Në krye të qeverisë, e ato. Prandaj ju lutem të ecin drejt me popullin, se është talje me popullin kjo. Ju kuptoj. Mirë zonjë, faleminderit. Faleminderit juve që më dëgjuat, faleminderit shumë. Me u pashim, kam respekte për ju. Faleminderit e vlerësoj, ju përshëndes, ju roj shëndet
dhe çdo të mirë dhe mirë pritur në program. Urdhëroni përshëndetje, ecim me një tjetër telefon bised në studio, më së miri të themi bised. Përshëndetje. Pak zërin e televizorit, të lutem. Urime për emisionin. Faleminderit, ju dëgjoj. Duhet flasa për 21 janarin. Për 21 janarin janë vërë 3 veta në bulevard. 3 vetë janë vërë pardje në Shqipëri. Në bulevard 4 fatkesisht. Të rëtë nga 3 vetë për vitën Shqipëri zë ditë. Me dhe vritë, ja për 21 janarin. Sa për këtë dosje, të 21 janarit, kisha me thonë një shpreje në asëm fati. Ishte dikur zbori që e benim në këtu në trapuj e bashkëm një bolet puks. Edhe ku dullim me shumë të ati, thaj komunanti jonë, dhe të më fali shumë për shprejen një motë sa benim me shumë. I thaj kushimi në zbërë, kuptuat me pajtit punës, unë i kam basa 20 mund, një bolla sa të bandit zbërë. Unë thash se mbyllë me një herë këtë fjalë, pse prapë 2 herë? Dhe të më falishti. Po, ja përse edhe nuk të falon, edhe nuk të falë, të ludem. Mos e vazhdo më me atë fjalë, të ludem. Po janë 2 zemen shkryminisa që janë një kje penale më në teritorit shqiptërë së unëta. Edhe, që të 21 janari, kryeministi shqiptar të abdehet që sa më parë se s'ka rrugë tjetër. Dakor. Edhe Shqipëria të bëjë zjedhe të takushme. Faleminderit se në bërë. Faleminderit. Përshëndetje, mirë mëngjesi, marrim një tjetër opinion, ju lutem gjithmonë e them me dashamirësi. Të rojmë etikën në respekt të vetes, të programit dhe të njëri tjetër gjithë atyre që në ndjekin. Absolutisht e them edhe tjetër që më vjen jashtëzakonisht mirë që rrallë, dhe si një shumë rrallë, le themi shkelet etika, ne kemi vendosur një standard komunikimi, por edhe ato herë të mos kopjojmë atë pjesën më të keqe që mund të marrim nga politikanët e nga të tjerë, persona publik, marrim më të mirën e tyre, dhe tregojmë veten së pari. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ju përshëndes, ju dëgjoj me kënaqësi me vëmendje. Më thuaj, mendimi juaj. Vetëm desha të diskutoja për ndeshjen që Zorën Broje dhe u bë Broja në atë gjendje që nuk e kifonte dot me njëri. Po, ju dëgjoj, patjetër. Ju dëgjoj zotrin, më thuaj. Kur në 60 minuta nuk i jepet një top nga flaki, ti mund të thuash një lojtari që ti je skarpo apo Unë të dëgjoj, Vijoni, çfarë ka, pse nuk flet, çfarë ka që të pengon? Dhe në ndeshjen e miqësores, kur ai luajti në vendin e tij, që në Sulmull bëri gol dhe bëri 2 asist. Po, edhe? Atëre dikush aty brenda në skuadër, o nuk e do, ose trajneri duhet iki. Po, na çoj në play-off trajneri, na çoj në play-offin e botrorit. Kemi shanse për botror, për të parë një histori. Na çoj skuadra jon, nuk na çoj trajneri, na thuan çuna tan. Po çuna tan dakord, po edhe ata e kanë një mbi kokë. Kush i vendos, kush u thot luani kështu ashtu, këte janë dhe e kanë edhe ata, nuk mund të thuash që një trajner s'ka merit. Cili do qoftë ai, kush do qoftë ai? Unë nuk e di, unë këtë mendim kam se Brojës nuk i jepet vend një tia, do me thënë se jetë në Sulmull atë vend që ka. E kuptoj. Mirë, zotri, si do dalim me Anglinë, ose a beson shpreson që do të shkojmë në botror? Me Anglinë. Përdo? Jo, kot. Kot. Si kot? Kot me Anglinë, si kur të luaj në vendin e tij, të shikojmë se çfarë do bëj Broja. Okej, mirë. Të falenderoj shumë, të përshëndes për telefonatën. Mendoj një barazim. Miro pakin.
Miropafshim të përshëndes zotëria, kolegët më thanë që telefononte nga Italia, por nuk është se ky është elementi më i rëndësishëm, por meraku ishte tek Armando Broja. Për jës vërtetës, me që dhe me zotëria përmendëm, talent shumë i madh, absolutisht, me ato të vetat, le të themi një djalëri, por pësoj dhe një ndërtim shumë të rëndë që ka krijuar një ngërç psikologjik, duhet të rigjehet në një farë mënyrë, sepse me vërtet është ende i ri dhe ka shumë për të dhënë dhe të shpresojmë që me play-off-et e këtij kombëtar pse jo shkojnë kampionatin botëror. Mbritëm fund programit Shtypi i ditës dhe ju për mëngjesin e sotëm, mëngjesin e kësaj të shtune. Vjoni që ndroni me Report Televizion.